Bismillahirrahmanirrahim. Vazhdojmë me temën e radhës, tema 96. Autori ka sjell duan e udhimit, e cila thuhet kur të nismi dhe po ashtu duan kur të kthehemi prej udhimit. Pra duaja kur nismi dhe kur të kthehemi prej udhimit. Para se me fillu shkarimin e hadithit, kisha pas shef me ja bëni pyetje. Duaja që është e udhimit e dini domthon gjithë. Subhanallahu sakharana deri në fund. Pastaj duaja që kthehemi prej udhimit, aibune taibune hamidune, aibune taibune abidune li rabbina hamidun. Kjo pjesa ku kthehemi prej udhimit, a den dikush kur thuhet? Kur nismi duaja, kur nismi për udhim, kur thuhet? Kur nisesh, domthon kur të fillojnë mjeti, kur të fillojnë me munis. Pavarësisht a jenë në vendin tonë hala apo nuk ka rëndësi. Momentin që fillon mjeti munis, para se munis kjo duaja që kem e mjetit. Duaja kur hyp momentin që hyp. Pastaj kur nisesh është duaja e udhimit. E kjo pjesa kur kthehesh, kur thotë? Një mendim është kur nisesh për më kthy në shtëpi. Mendimi i dytë kur të mrinë në shtëpi. Kjo është njëra prej pyetjeve që bëhen shpesh për vllaznive. E saktë është mendimi i parë i dietarëve. Domthon momentin që nisesh prej atij vendit që do më kthy në shtëpi. Pse? Se hadithin që transmeton Ibn Omeri në Sahihun e Muslimit, thotë Ibn Omeri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thonë të njëjtën dua. Të njëjtën dua kur është nis më kthy vendin e vet, ose thotë pejgamberi sa më ka thonë të njëjtën dua kur është kthy në vendin e vet, është për shembull kur ka fillu, kur është nis më kthy dhe ja ka shtu këtë fjalë. Që do më thonë, çfarë do më thonë kjo? Çfarë duaja thomi kur dojmë mu nis tek nëna? Ha vetë? Që kjo? Bravo. Domthon, e thojmë duan të njëjtë që e kena thonë kur i nis, edhe që kjo shumë njerëz nuk ja unojnë vëmendjen. E thojmë duan të njëjtë që e kena thonë kur i nis, subhanallahu sakhalana hadha, plus ja shtojmë edhe pjesën tjetër. Momentin që dojmë mu nis pi atij vendit më kthy në vendin tonë. Ka disa transmetime që ky hadithi që është i njohur te mbroja muslimani që është më i gjatë sa i muslimit, nuk i precizon çdo detaje. Po ka hadithe tjera që kallëzojnë për çdo çka e përmend edhe ky është mendimi më i saktë. Po ashtu edhe ndoa në udhimit domthon 3 herë thuhet Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dhe po ashtu pa pjesa e lutjes që është në ayat subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shqyrë vllazni pastaj. Masi që është falendëruar Zoti. Është madhruar siç e meriton ai. Dhe kena tregu pozitën tonë, nevojën tonë për Allahun. Pastaj çka thot? Allahumma hawwin alayna safarana hadha. O Zot, na lehtëso këtë udhim. Tash po lidhet me dobin tonë, me interesin tonë. Për këtë arsye dietar kur i kanë marrë, i kanë studiuar duat që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë thonë pe edukatës duave është kur ta lush Zotin, nëse nalesh me lut Zotin, me një vend, po don me lut Zotin special ditën e xhumo, domthon në kohën e sabahit, domthon para se me në kohën e syfyrit, që janë kohët që pranohen duat më shumë. Momenti që don me lut Zotin, kanë thonë dietarët përgjithësi prej duave pejgamberit me shohim se një herë ka madhrim ndaj Zotit, pastaj vjen ajo kërkesa jote. Herë madhron Zotin, e falenderon atë për të mirë që ti ka dhënë, e madhron, e largon nga Zoti çdo mangësi, o Zot ti je i patmeta, ty të takon gjithë falenderimi, ty të takon gjithë sundimi, ti je sunduesi absolut e kështu me radhë, pastaj fillon me bu duan. Edhe në këtë hadith është përmend. Domthonë herë është lavdëruar Zoti, është madhruar, pastaj Allahumma hawwin alayna safarana hadha. Kjo e para. E dyta, e kena vërejt në shumë duat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar çka me bëu dua për ahiret edhe për dynjë. Domthonë prej duave të përditshme çka na i bojmë,
Në shumë prej këtyre duave lidhet ahireti me dynjon, mos tam krejta. Mos tam krejta, se ka disa dua, por shumica e duave lidhet ahireti me dynjon. Kanë thonë dietarët për një arsye që është më madhorja. Një arsye që është më madhorja. E që mos me mendu, kjo arsye është mos me mendu robi që në jetën e tij të përditshme punë të vinë sipas mundit të tij. Ose u mashtru. Me mendu që proporcion, ajo rezultati është në bazë punës. Jo në bazë suksesi që vjen prej Zotit. Edhe me ditë robi domthonjë që me pas që ndjen vetveten e tij që Allahu nëse s'e çon bereqetin, le të munohet ai sa dush. Edhe kjo e sjell çat në shtrimin që përmendëm më herët. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa. Do ku ka kjo pjesa e parë. O Zot, lutim që na japësh në këtë udhtim bamirësi dhe devotshmëri. Do na sjellësh përmes të udhtimit këto të mira. Për arsye se udhimi vllazni, dhe ju e keni dëgjuar edhe fjalën e Omerit radhiyallahu anhu, udhimi i nxjerr i çet në dritë edukatën e njerit. E çet në dritë edukatën e njerit. Nashti një njeri nuk e ke njohur shumë mirë, nëse ka udhëtuar me ta 2-3 ditë tani të mjafton për me njohur kush është. Të mjafton. Se mundimet e udhëtimit, ajo largimi pe jetës normale te njerëzit që i kanë do edukata që do virtyte të këqija s'mund me përballu. Sa shqara pa i nxjerr. Se del pe jetës ti normale. E që ty kur dalin, pastaj dalin ato shejat e këqija të atij personi. E masi që është kështu, atëherë njeri shumë lehtë e ka në udhtim me ra në gjëna. Për këtë arsye dietar kur e kanë shpjeguar fjalën udhtim arabisht i bën es-safar. Bukfalisht fjala sefer është ajo që ka zbulon diçka, që ka shfaq diçka. Që ka të kallzon. Kanë thonë sefer quhet për arsye se e shfaq edukatën e njerit. Për këtë arsye quhet sefer. Fjala sefer, domthonë bukfalisht me përkthy pe gjuhës arabe në gjuhën shqipe. I bën diçka që ka zbulon, që ka shfaq. E pastaj kur ti ndodhin njerit udhimi, ka mundësi me hinë gjëna shumë. Kanë thonë dietarët njëra prej gjënave që njerëzit këtynherë i kanë bërë në udhtim ka qenë gibeti. Për arsye se rruga e gjatë, mjeti domethënë transportuesi i gatshëm, edhe çka më bojë nalë dhe ka nis mi kujtue kuj sherete, kuj shite, vllaznite, ato e këto veç për me kalu kohën. Dhe kjo pastaj të largon prej devotshmërisë dhe prej bamirësisë. Po ashtu, prej bamirësisë kanë thonë dietarët në udhtim që hen këtë hadith është që njeri me qenë bamirës me ju ndihmu shokëve të vetë. A ke po në udhtim dikujna një diçka të vogël me ndihmu, një ujë me aqit, një diçka e ka një farvlere ma speciale. Se njerëz lodhën, domthonë mundohen se në momentin më të vogël që e kallzon ti kujdesin për dikë në udhtim, sidomos udhimet që janë më të vështira domthonë në kombo ose me mjete të gatshta që kanë qenë më herët. Halo më shumë po në udhime të tjera. Edhe në udhime të tjera njeri që është i rahatshëm, i përshtatshëm në udhtim, ata mos e lëp tani jashtë udhimit se ai ka më qenë hala më i mirë. Ai ka më qenë shumë më i mirë me sjelljet e tij. Unë është i hareshëm, i gëzueshëm, i përshtatshëm, zemërgjër, në udhtim kjo është shumë e rëndësishme. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. Dhe o Zot lutim që çka i bëjmë veprat e mira në këtë udhtim, të jemi për veprave që ti i don, i dëshiron. Ti je i kënaqur me gjitha veprat që i bëjmë, domthonë namazet që falet, duat që bën, urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, vizitat e kështu me radhë. Të jenë karshi asaj konform asaj që don Allahu azza. Allahumma hawwin alina safarana hadha wa twi anna bu'da. O Zot lehtëson udhtimin dhe atë lartësinë e udhtimit na shkurto. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në udhtim, sidomos në udhtimet e larta. Edhe sidomos njerëz që kanë udhtuar më herët. Mesin e të mirave që Zoti mund me t'i dhënë në udhtim, përveç shoqënisë është edhe me kalu kohën e udhtimit, me kalu me diçka të hajrit që ty të preokupon dhe ta shkurton udhtimin.
ose nuk del diçka në rrugë, e keqe që ta hub ty drejtimin e rrugës dhe të zgjatet udhimi. Këtë që janë ma vjetër e din, domthon, po edhe na ka pak e kena provu, ka një vend shumë i shkurt tash, do që shumë gatovo. Se ja i ke pas mendimet e këqija në kokë, tu menu diçka, tu pas diçka krytont, ja ta ka prish dikush qefen, ja jetut për diçkahit, edhe tu ka do timi si ku me ditë sa më konë. A në është një vend ju koni i shkurt. Kurse nga njëherë sidomos kur ki në otim shoqëri të mirë, një otim shumë i gatë do këtë shumë i shkurt. E me lutë Zotin me ta lehtësu që otimin e gatë me ta botë shkurt. Që ti me po muhabit ka shkoj gjithë kjo rrugë dhe ti nuk e vrejte. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahl. Ka orë shumë shprehje interesant. O Zot, ti je shoqëruesi im në udhtim. Ti je shoqëruesi im në udhtim. As-sahib është shoqërues edhe shok arabisht. Allahu nuk ka shok me kurkan në aspektin bukfal të fjalës. As nuk ka shoqërues me kurkan në aspektin e qenies tij. Zoti është larg mbi qiell. Mirë, po këtu kanë thonë dietarët, këtu ka për qëllim shoqërimi i Zotit, që është shoqërim special ndaj njerëzve të mirë. Cili është ai shoqërim ndaj njerëzve të mirë? Është në hadithin Kutsi. Është hadithi Kutsi që ka thonë pejgamberi sa, kush është wali, kush është i afërt me mua që unë e du, pastaj unë do të jam syri i tij që ai shiqon, unë do të jam veshi i tij që ai dëgjon, unë do të jam këmba e tij që ai ec, unë do të jam dora e tij që ai punon. Domethënë, nëse shiqon, ka me shiqu punë të hajrit, punë të mira. Nëse dëgjon, ka me dëgju punë të mira. Dhe kjo është taufiki, suksesi pe Allahut. Andaj muslimani e kërkon Zotin me shoqëruar në udhtim. Domethënë me qenë për kujdesje speciale. Me qenë për kujdesje speciale ndaj këtij në këtë udhtim. Wal khalifatu fil ahl. O Zot, ti je me mua me kujdesën tënde, po ashtu kërkoj që me qenë në përkujdesën e familjes time që i komilon vetë shtëpi. Me qenë përkujdesën e familjen time, do bëhon edhe në timin tem, po edhe në familjen time që i komilon vetë shtëpi. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalabi fi al-mali wal ahl. O Zot, më ruaj, tash po kthehet anën e kundërt. Edhe këta e kena përmend për dua shpesh. E kjo është një prej rregullave të duas. Me shumë këto rregulla më mbledh këtë me një vend, kishin me dal do edukata duas shumë, domthonë me dhjetra. Prej formave duas është që një herë pejgamberi sa kërkon diçka prej Zotit, pastaj të njëjtën dua e kërkon me rujt prej të kundërsës të asaj. Në fillim kërkoj më lehtësu udhimin, më ia shkurtu tash ka po thot, o Zot, kërkoj mbrojtje prej ti nga vështirësitë e udhimit. Mos më bëj udhimi i vështirë. Nga pamja e gjendja e trishtueshme dhe nga kthimi hidhrues për gjendjen e pasurisë të familjes. Kërkum mbrojtje për familjen, por çka e lam Zotin për kujdesje për familjen, tash pe kërkojm Zoti më për kujdes, tash po kërkojm mbrojtje prej Zotit, mos më kthy në një gjendje që kur kthehen te shtëpia, mërzit na kur ta shoh familjen ndaj belon, ndaj diçka, ndaj punë e keqe. E pse vjen çdo shprehje, këta e kena përmend disa herë. Pse vjen kjo formë? Domthon faktikisht këtu i bën e njëjta. Ndeshtoj o Zot, lehtëso më udhimin, shkurto më. Ndeshtoj o Zot, kërkoj mbrojtje që udhimi jem me qenë i vështirë, me qenë i gjatë, me qenë kështu. Në aspektin e rezultatit është njëjta, po. Përdoret njërin ose tjetrën, kurse shumë vende pejgamberi i përdor të dyja. Pse? Çashtë, që kjo është njëra prej përgjigjeve që ka dhënë dietarët. Që domethënë dua pejgamberi sa është mundu me kallëzu nevojën e tij, lidhjen e tij me Zotin në forma ndryshme. Me një dua. E ka përdorur, ka përdorur mënyra ndryshme të çështjeve, të fjalëve, të fjalorit, veç që më bë më shumë. Por ata pe edukatës duas, ka thënë dietarët është që duaja mos më qenë e shkurt. Nëse ki vakt, nëse je të bëj dua mos më qenë e shkurt. Duaja le të jenë gjatë. Duaja le të jenë gjatë. Sa më gjatë, luj me fjalë. Jo me bë teatër, po domethënë mundo me kallëzu nevojën tonë në forma ndryshme. O Zot, m'jep, o Zot, ma dhuro këta, pastaj o Zot, mruaj pe varfënisë. Kjo i bën që e neta me ata të parën. A më mënyra se ti çish i lyp Allahut azza wa xal.
Dhe për këtë arsye dietarët thonë që ai që e troket shpesh derën e Allahut është e sigurt se do të hapet dhe njëra prej trokitjeve derës është kjo, mënyra, forma ndryshme e duas. Allahumma inni a'udhu bika min athari safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalabi fi al-mal wal ahl. Edhe domthon kjo e pjesa dhe mos ma kthesh gjendjen. Domthon gjendja e papritshme është për qëllim. Me lut Zotin që mos të kthehet gjendja jote duke mos e vrejtë hiç. Qysh është domthon çush i ndodh njerëzve belac provat që ka pas gjendje shumë mirë, momenti kthehet, i ndodh një sprovë dhe ja turbullon krejt rrugën që e ka pas. Ja kthen krejt prap planin e jetës. E kjo pastaj është shumë e rrezikshme. Kjo është shumë e rrezikshme. Për këtë arsye, një prej formave që njerëz kërkojnë mundohen ose edhe e mbysin veten është kjo. Se ka menu krejt, ka pas plane krejt tjera, i ka ardhur diçka krejt tjetër dhe s'ka mujtë të përballu. Kjo është erron, s'ka dyshim, kjo është erron për nefsin shumë. Për arsye se njeri mendon, domthon ka opsione, ka ambicie, ka ide të shumta, i paramendon vetë ku me ditë ku. E na është jashtë të shkuqës së rrugës. Na është punë më jashtë të shkuqës së rrugës. Në moment i ndryshohet jeta 180 shkallë. Kthehet këtë nëndën e kundërt. Kjo është erron. Kjo është shumë erron. Andaj pejgamberi sa më ka kërkuar mbrojtje prej Zotit që mos më sprovu me një sprovë e cila është shumë erron. Dhe ja ndryshon gjendjen komplet. Pastaj thot pejgamberi sa aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. E thot prap këtë dua ku të kthehet, çu thash, dhe pastaj ja shton këta, po kthehemi të penduar nga gabimet që i kemi bërë rrugës, nga mëkatet që i kemi bërë në këtë udhtim, si rob të Zotit, jo diçka më shumë, prap madhrimin dhe nështrimin ndaj Zotit, li rabbina hamidun, dhe duke e falendëruar Allahun që na lehtësoi këtë udhtim, e kaluam dhe tash po kthehemi në familjet tona. Elusim Allahun azza wa jall që të na lehtësoj udhtimet e kësaj dynjaje. T'i bëjt hajri dhe të mira për neve. T'jenë vende ku edhe udhtojmë, edhe i kryjmë punët e tona, po edhe i mbushim hambaret tona me punë të mira. Dhe lusë Allahun azza wa jall që udhtimi jonë drejt Allahut, drejt ahiretit, t'jetë më i mirë sa udhtimet tona të dynjas. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.